erdhët te vlogmasi I fundit të vitit. Nuk e besoj dot që kemi arritur në fund. Duheshe të ishte vlogmasi numër 25, por nuk arrita të postoj në datën 25. Kështu që do jetë vlogmasi I fundit. Kështu do ta quajmë. Nuk ka datë, nuk ka numër. Që thoni këtë ditë kam kaluar një fazë burnout. Edhe do më thoni tani ju çfarë do me thënë kjo. Do me thënë që arrita te pika që nuk kisha fare energji, kreativitet, nuk kisha fuqi të hap më kameran, sepse ndjesha që edhe të hap nuk kam çfarë të them. Kam thënë të gjitha. Kisha lodhur veten time, nuk desha unë të më shikoj më në editim, kur editoja veten thoja pse flet më kjo goca, qa ka të thot. Edhe prandaj nuk arrita të postoj edhe në datën 25, sepse kisha hyrë në atë fazën që thosha jo. Nuk dua ta kap kamerën, nuk dua ta hap. Por tani që kanë kaluar pak ditët, ndihem pak më okay, më e lumtur, më e plotësuar nga vetja, nga vlogmasi. Edhe normale që do postoja videon e fundit, thjesht desha kohën time edhe unë. Kisha nevojë për një ndalesë të vogël. Edhe tani erdhe këtu që t'i them që kalova shumë bukur në Krishtlindje. Edhe faleminderit të gjithëve që ma uruat poshtë videos tjetër. Kur të gjej kohë do përgjigjem në gjithë mesazhet që më kanë arritur. Edhe dua diku këtu t'ju le disa skena të cilat nxora natën para Krishtlindjeve, sepse ishim mbledhur të gjithë bashkë, gjithë familja, te shtëpia e tezes, e cila tezja hyri më në fund te shtëpia e saj e re që blevi para disa kohë, që ju kisha thënë që po e rregullonin, po bënin rinovimin, edhe më në fund u përfundua, edhe nga qefi që kishte, tha hajdeni të gjithë të kalojmë festat te shtëpia ime, edhe ne atë bëm. Vajtëm, hëngrëm, pim, kalon shumë bukur, edhe do ju le tani këtu ta shikoni. Hello. Hello, bitch. Hello. Bruno. Yes. Si po ja kalon? Shumë mirë. Te mbledhja jon? Shumë mirë. Si ndjesh që po jeton në një shtëpi të re të bukur? Weird. Weird. Të duket e çuditshme. Po, se unë urita në një shtëpi tjetër, më të vogël, më Të vjetër. po. Edhe tani të duket sikur je Tash jam pasha. pasha. Ka krijuar këtu edhe studion e vet Brunma me 2 ekrane, po luan këtu, ja si po e kalon kohën e tij. Ka vënë këtu lart LED me ngjyrë, ka vënë edhe këtë shenjën exit. Tani pse nuk e kam kuptuar, mbase për stil, për çfarë e ke vënë? Për syrin e keq. Jo. Nadia, si ndihesh ti? Më thuaj, 2 fjalë për Krishtlindjet, për vitin tënd, si ke kaluar këtë vit? Top. Tops. Qa ke arritur këtë vit që je krenare për veten që ja dole? Asgjë. Ha, tani fol! Mora diplomën edhe fillova një punë të re. Bravo, si shkon puna? Tops. Tops, shumë mirë. Normali që erdhi rada jote, na thuaj. Dua 2 fjalë për këtë vitin, si ke kaluar këtë vit? 2025 ishte vit I mirë për ty? Tops. Ha, fol! Shumë mirë, po. Shumë mirë. Qa ke arritur këtë vit që Nisa punë, nise punë? Të re. Po. për atë që kam studiuar, Qa ke studiuar? për laborante, Për laborante, po. edhe kaq, tani nuk e di. Si shkon puna për ty? Shumë mirë. Sidomos tani që kam pushim. Deri tani na kanë folur vetëm për punë. Jemi kështu familje karrieristane. Bruno, ti na thuaj 2 fjalë për këtë vit. Jam shumë I kënaqur që kalovi kjo vit. Ky vit, po? Ky vit. Edhe mezi po pres të vi viti I re, I ri. I ri. Po 2025 ishte mirë për ty? Ishte vit I mbar? Tops. Ke bërë ndonjë gjë kështu që ndjesh krenar për veten që ja dole këtë vit? Po. Qa? U martova. U martove? Pse gënjen? Pse gënjen? Ha, na thuaj. Nuk gënjej. Ke ndonjë gjë? Po bre, Ha? u fejova.
Bruno, na thuaj për shtëpinë do na thuash ti tani. Që bëjmë shpina? Ja, ishte kaq vështirë. Jo, edhe u vejo. Zoti i madh. Irini, përshëndetje. Përshëndetje. Re, shikoni dhomën e Irinit. E ka rregulluar mirë, tani këto janë rrobe tona, mos e shikoni. Por në përgjithësi e ka rregulluar, e ka bërë shumë të bukur. Këtu e ka pasyrën, këtu lyet. Shikoni so nice, so cute. Prisni t'ju tregoj edhe outfitin tim për sot. Gjeta fund të bardhë, të shkurtër, këtë ripi në mes të ziun, edhe një bluzë të zezë. Edhe mokasinit e mia, të cilat duken disi kështu. Irini, tani, dua të të bëj një pyetje. Fon. Si qesh? Si qesh? Do hash drue? Me thuaj. Si vajti ky viti për ty? 2025. Ke kaluar bukur, ke kaluar keq? Për të mendoj. Kalova dhe bukur. Po. Sepse vajta... jo. Kalova bukur vetëm për pak, por pastaj më erdhën të keqet. Qa të keqe të erdhi në këtë jetë, Irini? Denta në spital për një javë. Pata... Po se erdi kja po vojtë fësi? U zhgënjeva nga dashuria? Këtë që tha. Në përgjithësi vetëm këto. Ke bërë do një gjë që ndihesh krenare për veten që ke arritur? Ose që ke bërë, ose çdo që të jetë? Jam e lumtur sepse më në fund gjeta çfarë dua të bëj me jetën time. Po. Edhe tani do mundesh ta ndjekësh. Po. Bravo. Po, këtë. Bravo Irini, të lumt. Të uroj një vit të mbar. Faleminderit shumë. Mano. Jemi ndarë në për dhoma edhe pyes çdo njeri si ka vajtur viti për çdo person. Si ishte 2025 për ty? Shumë mirë. Shumë mirë. Ke bërë ndonjë gjë që je krenar për veten që ke arritur? Ndonjë qëllim, ndonjë ku e di unë? Ose diçka kështu të vogël që je thjesht i lumtur që e ke bërë? Asnjë gjë. Tani nuk është e vërtet kjo që thua. Shumë sad. Kjo është realisht shumë sad. Jo. Diçka të të ndryshosh, më duket. Ndihesh i lumtur me këtë që ke. Okej. Kjo ishte. Të uroj edhe ty në 2026 të jetë vit i mbar edhe të jesh i nderuar. Faleminderit shumë. Teze, të lumshin duart. Faleminderit, ta gëzosh shtëpinë. Edhe ç'a tjetër themi më? Të rinë gëzuar, mbarësi të sjell shtëpia, ndasmën e fëmijëve. E gjithmonë të mira pat. Bravo, edhe një vit të mbar të kemi. Faleminderit. Dua të bëj një pyetje. Një vetëm. Po, një. E lehtë apo e vështirë? E lehtë. E mirë. 2025 ishte vit i mirë për ty apo i keq? Jo. Pse? Se si kisha marrë viti i parë, në mungesë të mamas time, më mungon çdo minutë çdo sekondë. Nuk shijoj dot asgjë ashtu si e shijoja përpara. Të kuptoj, por dua tani të më thuash edhe diçka pozitive për këtë vit, diçka që mund të kesh arritur edhe të ndihesh krenare për veten. Një qëllim, një diçka. Po, qëllimi nuk kam arritur në gjë kusha të madhe, po edhe të voglat janë të mira. Po të mira, janë që kam dy çupa të mira, që i kam me shëndet të mira, që i kam të zgjuara. Po mjaftoj, nuk naqem me këto. Okej. Që blevi motra shtëpi. Po. Bravo. Andaj edhe vetë. Ja si duket edhe Pema e përfunduar, se unë e kisha filluar me Irinin, po tani është edhe dekoruar me dritë ka me gjëra. Edhe do vëm lunën Si yll. Do ta haj. Luna. Erdhi edhe torta. Tezja ka ditëlindje, mami e Nadjes. Edhe po I bëjmë surprizë. So cute. Bezjet e një. Ta gëzojmë. Και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τη γνώση στο φως και όλοι να λένε να μία σοφός.
Edhe një qind. Ako mrena Jasena nga agapi. Oh, ne. Atondyszyć katimasz almi buła, zeroni tua. Si kështu kaluam natën tonë e Krishtlindjeve, ditën tjetër u mblodhëm prapë te shtëpia jon në Drek. Përgjithësi kam ngrënë shumë këto ditë, kam ngrënë. Dhe ngrëna jote. Ke provuar shumë. Kam provuar shumë, po. Jo ke ngrënë shumë. Mirë, mami. Kam ngrënë mund të them unë. Gjysmë revani, gjysmë në tepsismë kuravie. Edhe në këtë pikë, do t'ju tregoj edhe dhuratat tona për Krishtlindje, të cilat janë mamit nga Hulja, do ju tregoj edhe dhuratat e mia nga Hulja, të cilat më dërguan. Ishin 2 të mamit, 2 të mia. Edhe duhet t'ja tregoj të gjitha, ti shikoni edhe ju se janë shumë të bukura. Ti u gëzove me dhuratat tënde? Shumë të bukura. Prisni t'ju tregoj një herë të mamit. I mora këto vathkat këtu, të cilat duken shumë të bukura. Janë silver me gurë të bardhë brenda. Edhe ngjajnë pak si lulka, stili që i pëlqen mamit normalisht. Por pastaj kemi edhe këto të tjera, që edhe këto janë fantastike. Prisni t'i nxjerr se nuk duket shumë mirë ngjyra që kanë. Jeshile. I provoj edhe unë të shoh, po më shkojnë. Po. Janë elegante, të vogla, edhe mundesh t'i veshësh një natë që do dalësh pak kështu më mirë. Por, prisni, kam edhe të mia, të cilat janë ngjyrë gold. Unë nuk i kisha hapur deri tani do e provoj bashkë me ju. Kam marrë këtë unazën këtu. Ah, so cute, so nice! Edhe kam edhe unazat të tjera gold nga Hulja që dua t'i kombinoj me këtë, prandaj e mora. Mua më pëlqen t'i mbush duart e mia. Kam edhe vëthka. Por derisa t'i hap ju mundeni të mirni kodin tim që do ja ule këtu lart, edhe të shkoni të bëni porosit tuaja në Hulja, edhe të përfitoni ulje. Se mami ka dhurat më të bukur për gratë nga aksesoret. Nuk ka shumë të bukur. Shumë të bukur. Edhe duat e të mia. Për vete u kënaqja, me si po presti, ti ve. Duat dalë çdo ditë xhiro të veve. Ja si duken edhe vëthkat e mia, janë gold edhe këto. Kanë këtë forman pak më Si gjysmë hane. si gjysmë hane, po. Edhe elegante të vockle edhe këto i mora për ditë. Dijem që do më shkojnë shumë. Edhe unë duhet e si këtë. Edhe ti do. Si janë të vockla për ditë. Mirë. Do të marrë edhe dhurat tjetër. Edhe dhurata e babit nga motra ishte kjo këtu. Kemi parfumin 1 Million edhe një... Si quhet? Deodorant, po. Të cilat ishin set. Babit i pëlqyen shumë, me sa na tha. Tani nuk e di gënjeu, zgënjeu. Jo, shumë të mirë. Shumë të mirë. Dhurata e Leanës nga ne ishte kjo. Dhurata e mamit e babit ishte kjo. Bosh. Tani. I more para kohë. I mora para kohë. Para kohë. Edhe dhurata ime nga Devi ishte kjo këtu. Janë kufje AirPods, të cilat i kisha thënë që i desha, edhe mi mori dhurat. Edhe këtu ishin dhuratat tona për Krishtlindjet. Tani pyeta të gjithë si kaluan vitin 2025. Edhe po mendoj tani si kam kaluar unë vitin tim. Ç'a kam bërë? Si kam kaluar këtë vit? Jem barmend. E harrove, ka shpejt. Ka shpejt. Hyra pak te fotografitë e mia që të kujtoj ç'a kam bërë këtë vit edhe pash që çdo muaj diku kam vajtur. Duket kam lënë vetëm një muaj pa vajtur në asnjë vend, ose në Shqipëri isha. Në rrugtime. Po, ose në Shqipëri isha, ose në Itali. Në janar vajta për herë të parë në Stamboll. Tani vajta në Budapest. Në Behar vajtëm pushime në det. Kam bërë shumë udhëtime. Vetëm në Thet. Vajtëm në Thet. Ishte shkuar. Kam vajtur në mjaftëshëm shumë vende, edhe kjo më bën shumë të lumtur. Nga ana tjetër kam kaluar edhe atë fazën që po kërkoj ç'a do bëj me jetën time, si do ja dal, ç'a qëllime kam, që ndryshojnë çdo muaj këto gjërat, por po mundohem akoma. Po mundohem. Je në kërkim. Jam në kërkim. Po kam edhe moshën. Nuk më lejohet. Të lejo. Faleminderit ma. Faleminderit. Më lejohet mua të kërkoj akoma jo ti. Po pra, në përgjithësi bukur kam kaluar, edhe me të mirët edhe me të këqijat, të gjitha bashk, por kështu është jeta. Edhe disi kështu bukur, edhe bukur, që rim këtu te pema jon, të bukur. Te pema jon e bukur. Te pema jon e bukur. Një qëllim që kam për vitin e ri
është të mësoj të flas më mirë shqip. Do mundohem kur të vi herën tjetër të marr ndonjë libër të lexoj, nuk e di po do e ble. Tani po do lexoj është punë tjetër. Do mundohem. E di si do lexosh, në qoftë se është një libër që të tërheq, na shkruani në komente ndonjë libër të bukur. Po, e vërtet, dua rekomandime. Me një histori që të mban të tërheq që ta lexosh shpejt deri në fund. Por, desha t'ju uroj të gjithëve të kaloni sa më bukur festat, të keni një vit të mbar, të jeni të lumtur, sepse kryesisht nuk ka rëndësi në jetë. Të jemi të lumtur, gjithë të tjerat puna, lek. Po ti je i lumtur, do me thënë që kanë shkuar të gjitha mirë, edhe puna e shëndeti edhe çdo gjë, prandaj je i lumtur. Mirë, nuk ka rëndësi të shkojnë të gjitha mirë, sepse nuk shkojnë gjithmonë të gjitha mirë. Nuk shkojnë gjithmonë kështu siç i duam ne siç i kemi në mendje, por duhet të gjejmë mënyrën të fokusohemi te gjërat pozitive, te ato që na shkojnë. Po, te gjërat pozitive dhe po na ndodhi diçka e keqe të mundohemi të kalojmë sa më lehtë. Të gjejmë gjëra që të na bëjnë ne të lumtur edhe kur nuk jemi mirë. Të jemi ne suport te vetja jonë, sepse asnjëri nuk do të mendoj ty si e mendon ti veten. Edhe me këto urimet shpresoj të jeni kënaqur me vlogmasin, edhe t'je dalë edhe vitin tjetër, të kalojmë dhjetorin bashk, sepse jam mësuar tani. Më duket bosh dhjetori po nuk bëra vlogmas. Edhe Nema do shihemi vitin tjetër. Mua!